trim, atë që din e thot, për këto cilësi jam inamoru me te. Natyrisht, kush ka pushtet, kush ka buk do bojë dëthërime, njerëzit e akuzojnë për kush ka gojnë lirë fordën për hirë, për çështë e vërteta me qeverisin e doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike dhe të gjithë atyre demokratëve, se nuk është morale ta privatizosh meritën. Demokracia nuk e erdhe as nga Skënderdiga, as nga Sali Berisha, as thjesht nga Partia Demokratike, që një vullnet i akumuluar për 45 vjet nga vujtjet e diktaturës komuniste. Ne na përzgjodhi fati qem të paret që u futëm, por nuk më të themi kur që jemi ne, sepse unë kam qenë në Tiranë ato vite 90-91, nuk mu të harroj kur ato eroizmat të tirancëve që përballeshin nëpër rrugët e Tiranës pa thirr, pa sjell me autobuse njerëz nga rrethët, me vullnetin e tyre dolën dhe mbështetën lëvizjet demokratike. Në fakt, zoti Dika, do duhet të kishte një reagim edhe mbas protestës së ditës djeshme nga ana e qeverisë apo nga vetë ana e kryeministrit Edi Rama, por deri në orët e para të mëngjesit të sotëm nuk ka pasur asnjë reagim. A lexoni këtë mungesë reagimi si një shmangje në dialog apo si një nënvlerësim të zërit të opozitës nga ana tjetër, por edhe të vetë qytetarëve? Shikoni zonjë nderuame, zakonisht reagon me ballë hapur njeriu që ka moralin e pastër. Njeriu që ka durët e pista asnjëherë nuk përballet siç përballen burrat, por përballet siç përballen horrat. Dhe ju e dini që horrat gjithmonë ndjekin rrugët e natës, jo rrugët e dritës. Drita e verbon horrin. Përballja është dritë. Njeriu që s'ka fryk, njeriu që ka durët e pasta, del aty dhe thotë urdhoni, jam akuzuar për te, por unë jam ky. Po si mund ta thonë atë që unë jam ky? Kjo qeveri që ka shit copa Bregdeti. Kjo qeveri që ka shembur teatrin kombëtar për të hapur një shesh ndërtimi. Kjo qeveri që po betonizon Tiranën, po heq me dom dentisti çdo fije bari në qendër Tiranës. Unë kam pa aty këtë trekon që këto ditë që ardha për të botë 35 vjetor e Partisë Demokratike, ku ka qenë ai trekon që ushtari pa njohur, një gradiçik që kishte hyrë sipër, i kishte marrë frymën. Në vitet 91 aty ka qenë një lurish që zbriste para parlamentit, deri ke rruga Elbasanit, vetëm lurish ishte, asnjë gjë tjetër. Sot e kishimyt betoni dhe parkeqi, po ato parakolpet e makinës po hyshin mbrenda monumentit aty këtë rekonç. Imagjinoni çfarë babëzie politike për të pasuruar. Kjo qeveri që do të sheme dhe portën e Durrësit për të pasur shërbime dhe sheshë ndërtimi oligarkëve dhe vetë. Kjo qeveri që vjen urët nga tuneli, kjo qeveri që e zhduk si David Copperfield atë djegësin e Tiranës. Edhe njerëzit heshtin. Është e vërtet që pushteti ka ofiqe, është e vërtet që gjithë to lekët e vjedhur rishpërndahen për të blerë njerëz, po s'mund blesh një popull, nuk mund ta blesh gjithë popullin. Prandaj unë e bëna ky shvillim thirrjen për intelektualët, për artistët, për punojësit e medias, për njerëzit e ndershëm, reagoni më çdo ditë, nuk është e zemë se Sali Berisha nuk jeton më, zemë se Partia Demokratike ka gabim. Po pse kështu do rrinë me tash? Nuk është vetëm Partia Demokratike opozit, ka edhe shumë parti tjera. Qartë. Mos dalim aty me karrige për të rrit kredat personale politike. Bashkëpunojmë forcat dhe të themi stop. Sa është gjënov, janë 750.000 pensionistë që nuk kapin punën e muajit në Shqipëri. Por nga ana tjetër, zoti Dika, ka edhe një pjesë të qytetarëve të cilët janë shprehur të lodhur nga gjithë tensionet, por nga gjithë bumi që po ndodh tashmë në Shqipëri me akuza ndaj qeverisë, me akuza ndaj Partisë Demokratike. Ju sot si pjesë e Partisë Demokratike, pra kur them Partia Demokratike jeni edhe ju sepse jeni aktualisht pjesë e saj, por edhe vetë Partia Demokratike këtu në Shqipëri, çfarë duhet të thonë qytetarëve mbas kësaj proteste që ndodhi ditën e djeshme? Unë mendoj që Partia Demokratike po e bon detyrën e vet me gjithë problemet që ka brenda saj, por duhet të përshkallëzojë radikalizimin e veprimeve të veta. Me fjalime është lodh si demokrati si qytetari ndershëm. Duhen veprime. Unë t'je i bën në koment dhe doktor Berishës, edhe ja thesh hapur se duhet të jem gjithmonë i ndershëm me veten time dhe me njerëzit që më rrethojnë. Doktor dhe shkoj qeveri po vjedh haptës, edhe opozita do t'i bëj veprimet më radikale me haptës. Unë t'isha deputet, po t'kisha fitu, do i kisha propozu kolegëve të mi, urdhëroni zotin ngujnomi në grevurie aty mrena në parlament, dhe do shikoni ju se si
antarët e Partisë Demokratike, demokratët e bazës, gjithë qytetarët e ndershëm, edhe të maj, do të kishin mbush radhët e tyre tek çadrat e Partisë Demokratike përballë parlamentit. Por kur shohin që deputetët morën rrogët, ndjekin intereset e tyre, dikush edhe bizneset e tyre, se me thënë drejtën, ti jesh opozitar, do të kesh 2-3 biznese, do të ecin mirë, do thotë që ke shkeli çiksyu nga ana tjetër e lumit. Edhe për këto të opozitës se kam vrejtje. Qartë. Unë ka mundësin me këtë hapësirë publike që ju më krijon, ju falenderoj gjithë ato punonjës medie që demonstrojnë integritet moral para shoqërisë. Të gjithë ato zëra opozitare, edhe jashtë duhet të ngrihen në dobi të shoqërisë tyre, të familjeve tyre, të armës të vendit tonë. Nuk është mirë të shesim ishurit për të bërë çoka politike. Nuk është mirë të shemi portën e Durrësit që është afeksion, është dobi ekonomike, dobi strategjike. Është çdo shqiptar ka kaluar me port. Ta shemish pse se do bëjmë një port turistik. Në Dubai ato shekët nuk kanë shem një kacollë llamarinësh me bo Dubajin, para kanë bo larg. Pse duhet shemim një port në Durrës? Shumë mirë, në një vend tjetër Bregdetën, Porto Romane, ku do të qoftë, e boqëm të portën e jadeve. Por sepse ato oligarkët e Ramës thonë që në qendër të Durrësit ka ma vlerë 1 metër katror ndërtim. Sheme dhe me legët e qytetarëve bëjmë një port tjetër. Kjo është afera më korruptive e shekullit. Dhe unë kritikoj dhe opozitën që ka folur shumë pak për këtë çështje. Zoti Dika, në fakt do doja të ndalesha tek një tjetër zhvillim, tek rasti i zonjës Belinda Palluku pra zëvendës kryeministres. Kryeministri Edi Rama vetë ka deklaruar ditën e dieshme se kuvendi nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju si e keni parë të gjithë të zhvillim ndaj zonjës Palluku dhe nga ana tjetër, a mos ndoshta po vendoset këtu një precedent ku shumica parlamentare i vendos një pauzë, po e them në thonjza drejtësisë, sa herë që çështja prek pushtetin? Shiko moj zoj, veprimi zonjës Palluku nuk duhet mori shkputur. Ajo është produkt i një sistemi të tërë që është kriju në këtë qeveri që mund të themi me plot gojën. Kjo po në rezulton një qeveri vagabondash. Kjo nuk po vjell, kjo po dhunon, kjo po merr me forcë gjërat. Nuk don me ditë fare që ekziston ligji, që ekziston populli. Sa kohë dënosh opozita, këto duhet të rkisnin SPAK-un. Kur drejtësia po vepron dhe duhet ta falenderoj, ato janë herojt të vërtet tani të shqiptarëve, a me ndikimin e faktorëve ndërkombëtar, a duke parë që është mush kupa, ka arritur thika në kocë dhe ato janë bërë koshient, duhet mbështet nga çdo shqiptar, nga çdo parti politike, jo t'i vemi kundër. Ato tani më ngjajnë si një hajtut i kapur në flagrancë dhe asnjë keni pa një hajtut të arrestohet pa bërë rezistencë ndaj forcave të policisë. Dhe unë ato i shoh si rezistenca fundit që bëjnë për të mos u dorëzuar drejtësisë. Por nuk kanë rrugë dalje. Janë si peshku në grep, nuk kanë katike, ne kanë filispohen në vetë, shkojnë katë të temë. Qartë. Por nga ana tjetër, zoti Dika, është vetë kuvendi ku përmes shumicës refuzon të shqyrtojë edhe kërkesën e SPAK pra në gjithë të fazët e hetimit. Apo shndrohet ndoshta kuvendi nga organi kushtetues në një mburoj politike për të gjithë antarët e qeverisë dhe pikërisht për rastin e zonjës Palluku? Po kjo shpjegohet shumë lehtë moj zoj. Unë nuk e kam njoh mirë, unë njoh mirë politikën, po jo prapaskenët e politikës. Këto 3 muaj që erdhën në Shqipëri më shërbyen shumë për të pa disa immoralitetet pa llogariqme që kanë politikën shqiptare. Aty Edi Rama krenohet me atë shifrën kam 83-84 deputet, por nuk është i ndershëm, sepse ka ato numra 10-15 deputet vinë nga bota e krimit. Njerëz anonim që s'kan dhënë asnjë lloj kontributi në fushën e politikës kanë startuar politikë si një rrufe në qiell të hapur, dhe janë futur në parlament. Dhe njerëz me kontribute, njerëz me kualitete janë në Shqipëri është bler vota. Në Shqipëri janë lëvizur mekanizma shumë të turpshme. Janë shtuar da unë për shembull që visha nga Italia, rrisha deri 11 natës, nuk kishim lek me orë bukë, e merrshim një picë ndajshim për gjysmë ato shkret mbështetës i mbështetshim mu. Kurse ato shkojnë në hajën darkën gjutë kalit, thot populli, me peshk. Ato shpërndashin 100-200 euro për votë. Kanë lëviz çantët me para në për qytet.
Unë thjesha atë numër në tax force në spagut nuk hapte telefonin asnjë. Kam dhënë dhe intervistë kësyri atëherë mas zgjedhjeve dhe s'ma muni veshën asnjëri. E qartë. Ashtu legu lum. Ato nuk janë deputet që shprehen vullnetin e popullit. Ato janë deputet që shprehen dhe vullnetin e krimit. Rama, do t'i vitë tërë thotë që kam 83 mandat. Të i vitë tërë, nuk janë gjithë mandatet e ti. Janë të badhe dhe krimin në përrethe. Qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër, vetë kryeministri shqiptar Edi Rama e shuan të gjithë veprimtarinë e SPAK të nxituar, por nga ana tjetër flet edhe për masa ekstreme, pra sa i përket çështjes së zonjës Balluku që unë përmenda. Dhe pyetja lind se kush e përcakton tashmë se kur drejtësia është e nxituar, pra është vetë ligji ai që e përcakton apo në këtë rast është pushteti politik? Unë mendoj që e përcakton sovrani zonjë. E përcakton populli kush ka drejt. Edhe qytetarët duhet bëhen gjallë. Kam dy rrugë. Edhe Edi Rama nuk duhet bëj akrobaci politike me hutu opinionin publik, me gjithë do bolino media që ka Shqipëria, që e pan gjithë shqiptarët se si në parat e vjedhura të përgjimet e Balluku thot aja dhe lekët bolinos. Tash nuk ka të qifën, ma ka ndalë hapës çdo gjë tash. Është qytetarët që vendosin. Rama duhet i shpjegoj popullit shqiptar, a je me korrupsionin, a je me drejtësinë. Mos bëj me hyrë në fushën e jurisdiksionit, është kompatibile, a nuk është kompatibile, a lejon kushtetuesja, a nuk e lejon kushtetuesja. Ai në radhë parë është njëri politik, nuk është jurist. Duhet i thotë qytetarë shqiptar, si njëri politik, ti zotëri, je me njerëzit e korruptuar, je me vjedhjen apo je me drejtësinë. Këtë nuk po e bën. Këtë do t'i kërkojnë gazetarët e Ramës nëpër studio. Qartë. Mirë, zoti Dika, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund të limitit kohës, pyetja ime fundit është për lëvizjen e zotit Saliani. Si e keni parë lëvizjen e tij që ndodhi para 2 javësh dhe takimet e tij që organizoi, por kur ndërkohë ditën e dieshme ishte i pranishëm në protestë dhe deklaroi se e gjitha e lëvizja ishte për të zgjuar demokratët. Shiko, unë me të gjitha problematikat që ngren Saliani, jam dakord. Saliani ka bëj një gabim. Taktik të vogël. Grekët e lashtë kanë pas një shprehje të bukur. Kur të vjen një lajm këtë derë, thonë, më përpara më su merr me vërtetësinë e lajmit, po merr me besueshmërinë e lajmëtarit. Tani zoti Saliani e ka një precedent, jo për fajin e tij, për fajin e se si Edi Rama pa të vënë durët për të kapur pozitën, ajo bë pjesë e anës gabuar të zhvillimeve, ka një precedent jo të hishëm në favor të vetës, dhe njerëzit e shfrytzuan këtë precedent. Unë kam parë komentet dhe unë kam qenë pjesë e këtyre komenteve që s'mund vi shkopi bezbollit me qajtë hallet dhe Partisë Demokratike. Por ai parë ngren problematikat e tij në takime, i ka gjithë të drejta. Ka generale që doktor Berisha mban anësh e kanë humbur tavan, kanë humbur besimin, kanë humbur pushtetin bazë. Doktor Berisha duhet të gjejë forcë, duhet të arrijë për 3 Partinë Demokratike. Duhet të marrë edhe zëret opozitar. Raporti me mendimin kundra është i dobishëm për çdo individ, për çdo qytetar, për çdo njeri me formim intelektual tek vetja. Po s'vlerësohet mendimin kundra, je njeri mbyllur, nuk ecën përpara në jetë. Dhe Partia Demokratike më jep përshtypjen sikur ka fryk përballet me antarësinë. Është mbyllur aty me njëri tjetrin, nuk bëjnë llogaridhënie, nuk bëjnë takim, pasi është e modeli, Rama fitoi zgjedhjet dhe mori